وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet I adërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me shpjegimin ton të serisë shitblerja dhe tregtia, ku jemi duke shpjeguar dhe duke folur për shtyllën e dytë, e cila lidhet në një marrëveshje që ka të bëje me shitblerjen, e ajo padyshim se është el maqudu alej, ajo është objekti apo lënda për të cilën lidhet ajo kontratë apo lidhet ajo marrëveshje. Sigur që cekëm në dersin e kaluar ku folëm se ajo e cila e përbën pra këtë shtyllë kryesore për të cilën shitblerja vlefshmërohet dhe llogaritet një lidhje e kontratës së tillë dhe një marrëveshje lidhjet gjithashtu vlefshmërohet dhe bëhet valide, është pra që të jetë ajo me këtë kusht dhe me këtë shtyllë e cila është kryesore, ku në kuptimin që do të thot ajo lënda për të cilën lidhet ajo marrëveshje të jetë ajo prezent, e cila në to ngërthen kuptimi I saj që ka të bëje me mallin, me pasurinë apo çmimin. Dhe gjithashtu folëm në dersin e kaluar se çfarë përkufizimi kishte fjala mall, fjala pasuri, dhe se si e përkufizuan dietarët atë duke e ndarë në disa kuptime të saja dhe cilat ishin ata llojet e saja, që folëm sipas disa konsideratave të saja të cilët futen në kuptimin e fjalës pasuri, mirë po padyshim se ajo e cila duhet ditur se ai pronari absolut I mallit I pasurisë është Allahu xhelle xhelaluhu, dhe se pasuria e tëra është e Allahut xhelle xhelaluhu, dhe se Allahu xhelle xhelaluhu nuk na ka vendosur neve në këtë pasuri se cili I cili pronson diçka, se cili I cili merr diçka dhe përvetson diçka nga pasuria, nuk është diçka tjetër vetëm se një zavendës të cilën e kalon Allahu xhelle xhelaluhu dhe e ka ngarkuar me administratim të pasurisë, e cila I përket pasuria dhe pronësia absolute vetëm Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe këto Allahu xhelle xhelaluhu na potencoi në Kur'an kur tha jepni dhe shpenzoni nga aja për të cilën na ju kemi vendosur juve si zëvendësa në to. Në atë të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka lënë shërbimin e krijesave të tij, pasuria e tij, edhe se padyshim gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu tha wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Jepniu atyre nga malli I Allahut xhelle xhelaluhu, nga pasuria e Allahut xhelle xhelaluhu, dhe se padyshim se
pasuria është e tëra e Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm se ti i ai ngarkuari me administratimin e asaj pasurie, gjatë jetës tonë për të cilën ti jeton, se si ta menaxhosh pasurinë e Allahut xhelle xhelaluhu, duke u munduar që ato ta fitosh në halal, e duke u munduar që ato ta shpenzosh aty ku Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur, e duke u munduar që ti të shfrytëzohesh dhe të mbjetosh me mallin dhe pasurinë për të cilën dietarët i vendosën këto kushte o vëllezër dhe këto shtylla kryesore që do të jetë në ekzistencën e njeriut pasuria për të cilën njerëzit do të mundohen dhe do të garojnë si që të arrijnë këtë pikë të tillë e cila është një ndër bazat kryesore të jetesës së njeriut, e ajo është tubimi i pasurisë që të ketë mundësi njeriu sa më shumë e të pronëson pasuri, për të cilën ai e përvetëson të vetë të tij, e më për atë dietarët i vendosën këto kushte, dietarët vendosën këto shpjegime të mëdha për të cilët neve si musliman na duhet që na të i mësojmë dhe të i dijmë e të i zbatojmë në marrëveshjet tona, në lidhjet e kontratave tona, për të qenë një pasuri halal dhe për të arritur një marrëveshje e cila është e vlefshme në shitblerjen tënde, ashtu që as mos të mashtrohesh, e as mos të mashtrosh dikondin, e as mos të bëhet ndonjë pasiguri, e as mos të futet ndonjë lidhje e cila shkatëron as vetveten edhe shkatëron shoqëri, e kështu me radhë. Pra në to, neve në duhet pra që të kuptojmë disa gjëra, për të cilët dietarët të vëllezër sot me lejen Allahu xhelle xhelaluhu i cekim disa kushte të cilët ja vendosën kësaj shtylle, e cila është shtylla e dytë pra në shitblerjen dhe në lidhjen e në marrëveshje kontraktore. Sidomos në kapitullin e marrëdhënieve të njerëzve në çështjen e lidhjes së marrëveshjes së tyre, për të cilën lidhen kontrata në to, dietarët vendosën disa kushte me të cilët duhet me i cekur dhe duhet me i ditur që nëse kjo shtyllë i përmban këto kushte të cilët e vlerësojnë ato, atëherë është valide dhe është e qëndrueshme, edhe ajo shitblerja apo ajo marrëveshje lidhet dhe është e vlefshme. Dietarët të vëllezër vendosën pra për shtyllën e cila është shtylla e dytë në shitblerje el maqudu alej, që tham objekti apo lënda për të cilën lidhet në to ajo kontrata apo ajo marrëveshje. I cekim disa kushte të tubuara shkurtimisht. E para, për të cilën thanë dietarët të vëllezër, është an yakuna qabila lil hukm, të jetë e mundshme për zbatim dhe pranon zbatimin e lidhjes së asaj kontrate, për të cilën ti e ke lidhur. Në kuptimin se si është kjo çështje dhe kjo kusht se si lidhet, pra të jetë e cila e pranon dhe të jetë e pranueshme këtë vlefshmërinë në të cilën lidhet, të jetë pasuri e yakuna malen mutaqawwim, të jetë nga pasuria e cila është e pronësore që e posedon njeriu, dhe në ti nëse e lidh atë kontratë e lidh me çka? E lidh pra për diçka të cilën ti i je në atë pasuri që është e lejuar dhe është e pronësuar nga ti. Por derisa është në prezencë dhe është e ytja, si dhe të jetë, do me thonë, nga ajo e cila është dobia e saj e lejuar sheriatikisht. Por derisa është e lejuar sheriatikisht, atëherë pra këto gjëra, sikur për shembull nëse thuhet për çështjet të cilët janë të ndaluara, ato nuk llogariten mall dhe nuk llogariten pasuri e cila është e pronësuar, e cila është, do me thonë, në futjen e sigurimit me të cilën ai e posedon një pasuri apo që është e lejuar, për shembull të cilët janë, nëse janë organet e trupit të njeriut, a llogariten mal mutaqawwim, a llogariten pasuri e cila është në pronësi, edhe që është e lejuar që të bëhet në to transaksione dhe lidhje me të cilën bën kontrata të shitblerjes dhe marrëveshje, sikur që të bëhet një lidhje për organet e trupit të njeriut, nëse e shet një veshk, të bëhet një lidhje shitja e veshkës së njeriut, apo të gjitha ato gjymtyrët të cilët i posedon trupi i njeriut. Padyshim se 4 mëdhëheve të dietarëve
janë të dakortit se nuk lejohet një gjë të tillë dhe se është ndaluar dhe është haram për shkak se nuk e posedon pra këtë vlefshmëri të realizimit e cila do me thonë është çështja e mallit mal mutakawim. Kur folëm për konsideratën e mallit të lejueshëm edhe jo të lejueshëm, tham pasuria ndahet në mal mutakawim dhe ghayr mutakawim. Aja pasuria e cila është në provën dhe e lejuar sheriatikisht dhe ajo e cila nuk është e lejuar sheriatikisht. Pra ajo çështja që nuk lejohet sheriatikisht, dietarët ranë në ujdi se nuk lejohet shitja e gjymtyrve dhe organeve të trupit të njeriut të birit e Ademit. Gjithashtu, prej kushtit tjetër o vëllezër të cilën e vendosën, thanë e njekune ma'lumen li tarafej il aqd. Të jetë ajo landa, malli apo çmimi, ajo për të cilën lidhet kontrata dhe marrëveshja, të jetë e njohur për të dy palët. Mos të jetë diçka për të cilën ti e lidh një kontratë të shitblerjes, pra kushti i dytë i cili është në plotësimin e shtyllës së parë të shitblerjes, pra për atë që lidhet kontrata dhe shitblerja të jetë e njohur për të dy palët. Mos të bëhet kontrata, mos të bëhet shitblerja, lidhja e marrëveshje për një çështje e cila nuk është e njohur. Sikur për shembull të thot dikush se ta shes diçka të cilën e kam në xhepin tim, apo e shes diçka çka është jashtë, pa i treguar cilësitë e saj, pa u sqaruar ajo dhe pa qenë e njohur për të dy palët se për çka bëhet ajo shitblerje dhe ajo tregti. Ose shembull të thot ta shes makinën, e shes një makinë nëse dëshiron me këtë çmim. Çmimin e jep, makinën e përmend, mirë po as përmendet modeli, e as përmendet viti, as përmendet domethënë dobësirat të cilët i ka, e kjo pra nuk i lidhet kjo marrëveshje o vëllezër, përderisa nuk e plotëson kushtin e njohjes për të dy palët. Pra kushti plotësues, i cili ka të bëjë në shtyllën, pra është që të jetë e njohur për të dy palët të cilët e lidhin këtë shitblerje dhe këtë kontratë. Pra mund të shesësh diçka, por ajo duhet të sqarohet, pra pikërisht në këto pika të cilët lidhet ajo kontratë. Kushti i tretë me të cilën e vendosën dietarët, thanë e njekune maqduran ala taslim. Të jetë i fuqishëm për ta dorëzuar atë. Pra atë të cilën ai e dorëzon, atë të cilën e ke lidhur, për atë send të cilën ke lidhur kontratë dhe ti dëshiron për me bërë shitblerje, kontrata yte që është lidhur të jetë ky personi që e bën shitblerjen, të jetë i mundshëm për ta dorëzuar ato. Mos të jetë diçka të cilën nuk e ka në pronë. Pra të jetë për shembull nëse është një kafsh e egër apo nëse është një kafsh në ikje, e të thotë ajo kafsha më ka ikur mu po unë ta shes. Kjo nuk është në pronën tonë, si i mundshëm për ta dorëzuar atë pasuri apo atë çmim apo atë mall për të cilën ti e ki. Ose më herët ka qenë për shembull nëse ka ikur rob të cilët i kanë paguajtur rob dhe kanë bletur rob, nëse i ka ikur robi një zotërisë, atëherë ai rob quhet abiq. Ai i cili ka ikur nuk lejohet që ti ta shesësh, ai robi ka qenë imi pa më ka ik. Nuk e ke pra në posedimin tënd dhe në pronën tënde. Ajo çka nuk është në pronën tënde, nuk shitet dhe nuk lejohet që ti ta shesësh atë. Pra prej kushtit të tretë me të cilën e cekëm, tha është që të jetë i mundshëm që ta dorëzon ato. Kushtin e katërt të vëllezër, të cilën e cekën dietarët dhe thanë që të jetë ajo çështje, të jetë e njohur edhe të jetë pronë plotësisht e tij. E njekune meliken memluken temmen. Kushti i katërt i shtyllës së dytë të jetë prona e tij e plot, ai që e shet atë çështje të jetë prona e tij e plot. Mos të jetë diçka që ai nuk e ka në pronë. Sikur për shembull të shes peshkun në ujë. Ajo nuk është prona e yte. Derisa hadithin të cilën e transmeton Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha mos bleni peshkun në ujë se është nga pasiguritë dhe mashtrimet. Por çështje e cila është diçka që s'është prona e ytja e plotësuese ose me të qenë pronë
e plot e ytja që ti duhesh ta dorëzosh ato komplet. Po nuk ke ajo në pronën tonë dhe nuk të lejohet, dhe me thonë që ti ta shesësh atë. Edhe shumë sene të cilët nuk janë dhe të lejuara shtuan mëdhëbi Maliki edhe mëdhëbi Shafi dhe një kusht tjetër të cilën thanë që të jetë nga ajo e pastra e cila është e pastër në vetvete. Pra mos të jetë diçka që është e ndyt dhe të jetë ndaluar, sikur që është derri, sikur që është, dhe me thonë, alkoholi dhe lëkura cila nuk është e regjur, këta e llogaritën dhe kjo të jetë pra e pastër, nga ajo e cila është e pastër në anën sheriatike, mos të jetë diçka e fëlliqur dhe e ndaluar, që ka ndaluar sheriati i Allahut xhelle xhelalu. Pra këto janë ato pikat të themi kushtimisht të shkurta të cilët i cekëm si kushte të cilët kanë të bëjnë pra në shtyllën e dytë e cila është lënda për të cilën lidhet objekti, për të cilën lidhet e kontrat pra malli dhe çmimi. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na mëson fenë e tij dhe të na mundëson që na të zbatojmë mësimet e fesë së tij, e veçanërisht në marrëdhëniet tona, në pasuri e në marrëdhëniet tona në përgjithësi. Wa kullu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.